Atëherë u lajmëruam pak nga banorët që janë të prekur nga projekti i tij, që sot do të ishte i pranishëm një takim me ta zoti Rama. Në fakt me statusin e deputetit, bashkë me kolegun tim zoti Ndoja, bëm një kërkesë që të ishim dhe ne të pranishëm në këtë takim, si deputet, po pse jo dhe si bashkëqytetar të Durrësit. Nuk u pranua kërkesa jonë për të qenë pranishëm në takim, u refuzua nga profesorës të Gardës. Në fakt, është e palishme, deputeti nuk mund të pengohet në aktivitetin e tij dhe duhet të jetë i pranishëm në të gjitha takimet, aq më tepër ku bëhet fjalë në Durrës. Bëhet fjalë që jemi pikërisht në atë zonë ku ne jemi profesorës të qytetarëve të Durrësit. Në fakt, kjo është në vazhdën e shkeljeve të ligjeve të zotit Rama, por dhe të një lloj arrogance, mungesës së ballafaqimit, mungesës së diskutimeve për një projekt kaq të rëndësishëm. Unë kam thënë dhe më herët, në fakt që ky është një projekt i cili është i palishëm së pari, dhe së dyti prek pikërisht atë që çfarë është më e shtrenjta dhe që është garantuar në kushtetutë, pronat e këtyre qytetarëve. Këto banorë, që janë rreth 200 familje që preken nga ky projekt që do të shemën shtëpit, janë në të drejtën e tyre. Sepse ligji në fakt thotë qartë që kërkush nuk mund të preki pronën, edhe kur është për interes publik, pas zbatuara rregullat dhe ligjet. Në këtë rast, e gjithë procedura është nisur gabim, sepse ligji që vetë zoti Rama ka miratuar për trashëgiminë kulturore dhe bëhet fjalë që jemi tek zona A, e zona më e vjetër e qytetit Durrësit, thotë qartë që nuk mund bëhet prekje pa u konsultuar, pa u pranuar nga palët. Dhe me gjitha bëhet dhe proces verbal në fund të takimit me çdo profesorës. Ky thot ligji është i qartë. Numër 169 i 2020-s i bërë po nga kjo mazhorancë. Por kemi edhe diçka tjetër. I gjithë projekti në fakt çuditërisht bazohet dhe marrëveshje memorandumi i Ministrisë i Bashkisë dhe i ADF-s. Bazohet në një marrëveshje të 92-shit, e cila në fakt nuk ka lidhje fare me këtë projekt. Marrëveshja e 92-shit është një marrëveshje tregtare, e firmosur në atë kohë nga Ministri i Ekonomisë zoti Artan Hoxha dhe ambasadori të asaj kohe Ryerson. Pra nuk ka fare lidhje. Gjatë këtyre viteve, Shqipëria ka bërë përparime dhe ka firmosur disa konvente dhe ka miratuar disa ligje për trashëgiminë kulturore, për të drejtën e pronës dhe më radhë. Dhe një nga ato është Konventa e Parisit, e cila thotë qartë që çdo vend në asnjë rast nuk mundet të pranojë që pasuritë kombëtare, të këtë flasim për pasuritë kombëtare, të menaxhohen nga profesorës privat. Dhe në vazhdim të asaj, ti di çfarë është në final. Projekti i tij është një projekt i cili financohet nga Ministria e Kulturës, e cila me anë të qeverisë dhe të bashkisë do të kompensojë pronarët, pra merren para nga buxheti i shtetit, nga taksa paguesi qytetar për kompensimin pronarë. Pastaj që kuptohet që s'është i plot, sepse ju e dini shumë mirë që vetë referencat ligjore të cilat kjo qeveri ka përcaktuar për këtë zonë është 1400 euro metri, kurse këto banorë po shpronsohen me 750-760 euro metri, nuk ndoshta jam i saktë. Pra, që në këtë moment është shkelje dhe vazhdoj më tej. Por me çdo drejt kjo qeveri merr këto projekte pasi investohet nga bashkia, ministria, merren pronat e shqiptarëve dhe pastaj i lehet për të menaxhuar një organizatë tjetër që quhet BID. Pra, nëse flasim për donacion, atëherë donacioni i jepet dhe menaxhon bashkia. Ose në rastin më të keq, për menaxhimin duhet shpallet konkurs, sepse asnjë pronë publike nuk mund të jepet. Sepse ne jemi një vend i cili kemi firmosur marrëveshjen e stabilizim asociimit, e cila thotë shumë qartë, asnjë pronë publike nuk mund të jepet në menaxhim pa pasur konkurim. Kurse pikërisht në marrëveshjen që këto kanë bërë, thotë qartë që do të iniciojë vetë bashkia, vetë ministria, vetë ADF-ja krijimin e një organizate tjetër, e cila do ta menaxhojë dhe do të marrë fitime. Po pyetja është shumë e thjeshtë. Nëse ishte donacion, dhe ne nuk e dimë sa është vlera donacionit, sepse thuhet nga 0 deri në 6 milion, po mund të jetë dhe 300.000. Me fjalë që këtu fillon se nuk mund të ketë një projekt nëse nuk dihet një vlerë e saktë, se po flasim për pasuri kombëtare dhe për paratë shqiptarëve. Po si mundet të arrijë një qeveri të bëjë një vjedhje, se kjo është vjedhje. Dhe në këtë moment pastaj e merr BID-i dhe fiton para. Paratë kujt po merr?
Ju e quajtët vjedhje. Pa diskutim. Apo Vjedhja mendon të pronës. Partia Demokratike një hap tjetër për ta dërguar këtë çështje mbase në SPAK siç janë dërguar dhe çështje të tjera? Pa diskutim, kjo çështje pa diskutim që do dërgohet, do të ndiqet përsëri nga Partia Demokratike. Kemi për detyrë në fakt që të mbrojmë deri në moment të fundit të pronë, të pasuri, të jo vetëm Durrësit, të tyre qytetarëve, por megjithatë thash, është aset kombëtar. Bëhet fjalë për një zonë e cila është zona, do të thoja, më e vjetër, zona me pasuri arkeologjike, me pasuri të mëdha për këtë vend. Dhe aq më tepër i jepet dikujt të cila akoma nuk e dim, por ama është projektuar. Dhe çfarë ndodh? Ndërruar. Ndodh që pas kësaj BID-i mundet që të krijojë, të iniciojë ide të reja për zhvillim të zonës. Pra, pasi largohen me dhunë qytetarët, BID-i do ta menaxhojë dhe mund të iniciojë. Pra, është i tërë procesi, bashkia që ta dini, jo vetëm do të sigurojë zyra pa para, pa shpërblim BID-it, por do të paguajë 50.000 euro në vit. Pra, nuk kuptoj ku është liverdia, ku është mirësia që i jepet qytetit, thjesht sepse do të bëni disa lyre? Pa hyrë pastaj në abuzimet që po prishen prona me pa të drejtë të vjetra dhe po lejohen ndërtime pa leje pikërisht në atë zonë. Dhe këtu përgjegjësia është e zotit Rama, po dhe kryetarës bashkisë, zonja Sako, e cila është sot në fakt përfaqësuesja e gjithë Durrësit. Nuk mund t'i ndajë ca të nënës dhe ca të njerëz. Dhe duhet i dali për zot qytetarëve saj se për këtë paguhet pikërisht nga taksa paguesit qytetar. Se pronarët e vërtetë të këtij vendi nuk janë as Rama, as zonja Sako. Janë pikërisht to banorë, janë shqiptarët që kanë trashëguar këtë pronë në vite dhe do ta trashëgojnë në të ardhmen. Faleminderit.